Kjo ishte gjendja e trotuareve në të dy anët e rrugës Don Bosco në qytetin e Shkodrës, të cilët në pjesën më të madhe ishin amortizuar në fund të muajit prill 2025. RTS Shkodra trajtoi këtë problematik në edicionet informative, sikurse tregonte kronika asaj dite. Gjatë gjithë trotuarit pllakat ishin hequr, duke krijuar gropa në rrugë të cilat vështirësonin lëvizjen për këmbësorët. Ndërkohë, prej datës 1 korrik 2025, Bashkia Shkodër ka nisur punën për riparimin e trotuareve dhe sistemit të kanalizimeve të ujërave të shiut në rrugën Don Bosco. Punimet që po kryhen pritet të përfundojnë brenda një afati të shkurtër kohor. Ndërkohë, parkimi i mjeteve në të dy anët e rrugës është ndaluar për të mundësuar zhvillimin normal të punimeve. Qarkullimi i automjeteve do të vazhdojë, por parkimi do të jetë i bllokuar përkohësisht, njofton Bashkia Shkodër. Ndërkohë, policia bashkiake gjatë gjithë kësaj kohe do të jetë në terren për të marrë masat përkatëse dhe për të garantuar mbarvajtjen e punës. Ky është aksi më i rëndësishëm në qytet për nga numri institucioneve, ku gjendet Gjykata e Shkodrës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Shkolla Maria Ndihmëtare Oratori Don Bosco dhe Kisha, ish konsulata italiane, qendra Yunus Emre, inspektoriati shtetëror shëndetësor e tjerë. Ndaj me përfundimin e këtyre punimeve, zona në fjalë do të marrë një pamje krejtësisht tjetër, duke krijuar kështu lehtësi në lëvizjen e kalimtarëve dhe banorëve të zonës.